Horoskopi I muajit shtator. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi. Ky do të jetë një muaj dinamik dhe shumë kreativ. Ju që keni një lidhje, duke qenë se do të jeni shumë të shqetësuar për shoqërinë, do e lini pak pas dore dashurinë. Gjithsesi, partneri juaj do t'ju kuptojë dhe do kaloni momente të lumtura. Për ju beqarët, një ishi juaj mund të kthehet nga fundi I muajit dhe do t'ju turbullojë pak. Për sa I përket parave, keni parasysh që 3 javët e para do të jenë plot fat. Shëndeti nuk do të jetë I kënaqshëm. Do jeni disi të stresuar dhe të lodhur. Bëni pak pushim dhe merruni me ndonjë sport. Gjendja financiare do përmirësohet shumë dhe ju mund të shpenzoni më shumë. Gjithsesi, bëni pak kujdes. Pas datës 12 mund të ndërmerrni disa projekte profesionale. Do jeni me shumë fat dhe mund të keni edhe ngritje në detyrë. Edhe nëse mund të jeni të pasigurt që do t'ja dilni mban, do bëni mirë të pranoni. Demi. Këtë muaj do keni shumë ide dhe projekte në mendjen tuaj, por duhet I mendoni me kujdes. Nëse keni një lidhje, do prisni shumë nga personi që doni, por nuk do merrni mjaftueshëm. Ai ka të tjera preokupime dhe nuk do të rrish shumë me ju. Bëhuni më të pavarur. Nëse jeni beqar, do jeni pak të shqetësuar pse nuk keni fat në dashuri. Mos u stresoni shumë pasi çdo gjë do të rregullohet. Për shëndetin kujdesuni më shumë sepse do të jetë e nevojshme. Për sa I përket parave, duhet të bëni më shumë ekonomi. Para borxh mos jepni për asnjë arsye. Në punë merrni mendimin e kolegëve, por në fund vendosni vetë. Mos ju besoni shumë komplimenteve që do t'ju bëjnë sepse nuk do të jenë shumë të sinqerta. Binjakët. Ky fillim muaji do të jetë I tej mbushur me punë. Mundoni të mos shkoni me pushime sepse gjithë kjo ngarkesë do të dyfishohet kur të ktheheni. Këtë periudhë mund të keni edhe ndonjë problem të vogël që nuk do t'ju lërë të qetë. Nga mesi I muajit do mendoni të nisni një specializim të ri. Për dashurinë do të jetë një muaj shumë I kënaqshëm. Do ndiheni shumë mirë pranë partnerit dhe do jeni mjaft sensual. Nëse jeni beqar, do ndiheni mirë në shoqërinë e miqve. Pritet edhe një takim I papritur, por nuk do e merrni shumë seriozisht. Shëndeti do kërkojë më tepër për kujdes. Mendoni se këtë muaj po e menaxhoni më mirë buxhetin tuaj, por financat sa do vinë dhe do paksohen. Fati nuk do të jetë me ju. Ngaforja. Muaj dinamik dhe I mbushur me projekte të rëndësishme. Nëse jeni në një lidhje, do merrni vesh për gjithçka me partnerin dhe së bashku do hidhni ato hapa që janë të domosdoshme. 2 javët e fundit do të jenë edhe më emocionuese. Ju beqarët do kënaqeni edhe me aventura kalimtare, prandaj do e shfrytëzoni çdo mundësi që do t'ju jepet. Shëndetin duhet ta mbani në çdo moment nën kontroll, sepse po abuzuat me diçka dhe po nuk u treguat të kujdesshëm do keni shqetësime. Marrëdhënie me parat nuk do ta keni të mirë. Do shpenzoni shumë marramëndse dhe gjendja do t'u dobësohet tej mase. Në punë mos u dekurajoni edhe sikur të përballeni me sfida të vështira. Besoni tek vetja juaj dhe keni për t'ja dalë mban me sukses. Luani. Ky do të jetë një muaj mjaft harmonik dhe I mbushur edhe me surpriza. Nëse jeni në një lidhje, duhet ta shfrytëzoni në maksimum çdo moment pranë partnerit dhe mund të bëni edhe ndonjë çmenduri të vogël. Nëse do ndiheni mirë, mund t'ja lejoni çdo gjë vetes, kështu që mos mendoni çfarë do të thonë të tjerët. Ju beqarët duhet të përfitoni nga sezoni veror dhe nga plazhi për të joshur sa më tepër. Shumë shpejt keni për ta ndryshuar statusin. Gjendja shëndetësore nuk do të jetë e keqe, por as ashtu si e keni dëshiruar. Dhimbjet e kokës dhe të shpinës nuk do të mungojnë. Financat do jenë herë të mira dhe herë delikate. Mundoni të mos shpenzoni me teprit sepse do keni probleme serioze. Në punë bëni atë që do t'ju duket më e arsyeshme dhe do e shihni që do vlerësoheni. Edhe të papunët do të jenë me fat. Virgjëresha. Jeta familjare do ketë më shumë prioritet se gjithçka tjetër këtë muaj. Çdo moment të lirë do e kaloni me ata që doni më tepër. Nëse keni një lidhje javët e para do keni mosmarrveshje, por më pas do e kuptoni se keni bërë gabime të dyja palët. Java e fundit të muajit do të jetë shumë më e ngrohtë. Ju beqarët do keni vetëm mundësi për aventura dhe asgjë më tepër se sa kaq. Për dashuritë e mëdha duhet ende të prisni. Gjendja shëndetësore nuk do të jetë e mirë për shkak të lodhjes dhe ngarkesës së madhe në punë. Financat mund të kenë përmirësime nëse ju vini fresh penzimeve.
Investimet ekstravagante lëreni për më vonë. Në punë do keni shumë ngarkesë dhe nuk do të jeni të qetë për asnjë çast. Pranojeni ndihmën e kolegëve. Peshorja. Gjatë këtij muaji do kërkoni harmoni në çdo mjedis dhe do bëni të pamundurën që t'ia dilni mban. Nëse keni një lidhje do kaloni një periudhë më të begatë se më parë. Partneri do jetë në humor në pjesën më të madhe të kohës dhe emocionet do të jenë të fuqishme. Ju beqarët do realizoni disa takime mbërshkëndse. Njihuni sa më mirë me ata persona para se të vendosni çfarë do bëni. Gjendja shëndetësore do të jetë e shkëlqyer. Në asnjë moment nuk do keni shqetësime apo probleme. Për financat duhet të bëni më tepër kujdes. Situata nuk do të jetë e shkëlqyer, prandaj çdo shpenzim duhet kryer me maturi. Bëni si të bëni derisa të kalojë gjendja delikate. Në punë do jeni plot me angazhime dhe do qëndroni edhe me orare të zgjatura. Fatmirësisht shpërblimet do të jenë të majme. Akrepi. Çdo gjë ka për të ecur mirë këtë muaj. Nëse jeni në një lidhje do merreni vesh për çdo gjë dhe do kaloni më tepër kohë me njëri tjetrin. Priten momente mjaft romantike dhe plot pasion këtë periudhë, gjithashtu edhe surpriza të bukura. Ju beqarët do kërkoni gjëra të pamundura dhe ka rrezik që dëshirat të mos ju plotësohen menjëherë. Gjendja shëndetësore nuk do të jetë shumë e mirë sepse nuk do kujdeseni sa duhet për veten. Kujdes me gjumin dhe me ushqimin. Mos harroni as të praktikoni ndonjë lloj sporti. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë yjet rekomandojnë të mos bëni shpenzime ekstravagante. Në punë probleme do ketë goxha, por me durim dhe me përkujdes situata mund të ndryshojë më shpejt se sa mund ta mendoni. Shigjetari. Edhe pse jo çdo ditë do të jetë e lehtë, ju do të bëni të pamundurën që të ruani një klimë sa më të ngrohtë këtë muaj. Nëse jeni në një lidhje, java e parë do të jetë delikate. Partneri do t'ju kritikojë se e keni lënë pas dore. Kërkojini falje dhe mundohuni t'i ndreqni gabimet sa më parë. Nëse jeni beqar, do realizoni një takim të bukur nga mesi e muajit. Për këtë person keni ëndërruar gjatë gjithë kësaj kohe. Shëndeti herë do të jetë i mirë dhe herë jo dhe aq. Pesimizmi do t'ju pushtojë në disa momente dhe do ndiheni pa fuqi. Bëni ushtrime për relaks dhe qetësi sepse do t'ju ndihmojnë goxha. Gjendja e financave do të jetë në dorën tuaj. Po bët çmenduri, do keni vështirësi më të mëdha. Në punë duhet të negocioni me kolegët në mënyrë që të arrini më parë atje ku dëshironi. Ata do t'ju ndihmojnë pa interes. Bricjapi. Ky muaj nuk do të jetë perfekt, por me fakt të gjithë do t'ju ndihmojnë. Nëse keni një lidhje në fillim të muajit do ndjeni pak të vetmuar, por pjesën tjetër do të jeni të rrethuar nga dashuria. Edhe miqtë edhe familja do t'ju gjenden pranë. Nëse jeni beqar në datën 8 mund t'ju ndodhë një dashuri me shikim të parë ose një takim i pazakont të cilin do e shihoni deri në fund. Shëndeti në përgjithësi do të jetë i mirë. Për sa i përket financave, ka mundësi të kryeni shumë shpenzime për shtëpinë dhe ato duhet të ulen pak. Gjithsesi, 2 javët e fundit një shumë e madhe parash do t'ju bjerë nga qielli. Në punë java e parë këtij muaji nuk do të jetë shumë e mirë sepse nuk do arrini dot ato që doni. Javët në vijim çdo gjë do rregullohet. Kujdes duhet të bëni në datën 23 shtator. Ujori. Për ju ky muaj do të jetë i qetë. Nëse keni një lidhje duhet të bëni kujdes me xhelozinë e tepruar dhe me dyshimet. Në fund të muajit mund të keni disa konflikte të vogla, por që do kalojnë sa hap e mbyll syt. Nëse jeni beqar do keni takime të rëndësishme dhe do përjetoni momente shumë të lumtura. Për shëndet edhe më të mirë flini pak më tepër dhe çlodhuni mjaftueshëm. Financat 3 javët e para mund të shtohen goxha. Javën e fundit duhet të bëni pak më tepër kujdes. Në punë mundohuni të bëni çdo gjë në ekip. Komunikoni sa më shumë me kolegët dhe veproni pasi t'i mendoni me kujdes gjërat. Pranojeni edhe ndihmën e miqve. Peshqit. Muaji i paqëndrueshëm ka për të qenë ky për ju. Nëse keni një lidhje, java e parë nuk do të jetë shumë e mirë. Do keni shumë pyetje dhe nuk do të gjeni dot përgjigjet e duhura. Javët e fundit gjërat do vinë duke u përmirësuar dhe ju do të jeni më të qetë. Shëndeti do të jetë përgjithsisht i kënaqshëm, megjithatë për të ndier më perfekt, çlodhuni her pas here dhe mos abuzoni me alkoolin. Financat do të shtohen, por kjo nuk do të thotë që ju duhet të shpenzoni gjithçka. Tek puna nuk do të keni shumë mendjen, sidomos në javët e para.
Gjithsesi, nga mesi i muajit do t'ju bëhet një propozim interesant dhe do të ndryshojë gjithçka. Nëse punoni në fushën e komunikimit dhe tregtisë, do jeni më të privilegjuar.